Tiranë e dashur, Shqipëri e shtrenjtë, shqiptar dhe shqiptare, pa dallim feje, krajine e ideje, kudo ku jeni në Shqipëri, Europë, e gjetë në përbot. Vëllezër dhe motra, socialist dhe progresist Shqipërisë, ju këtu shok dhe shoqet armëve nga Tirana që ne Partia Socialiste e Shqipërisë e nxorëm nga gërmadhat e anarkisë pa shtet të viteve 90 dhe më pas e rilindëm si shëmbëltyrën e ambicjes sonë për Shqipërinë Europiane. Ju jam mirënjohës nga zemra për praninë tuaj në këtë fushë dhe u rikthyem këtu e gjithë skuadra e Tiranës tonë. Jo thjesht në takimin përmbyllës të një tjetër betejë zgjedhore, por në kulmin e një tjetër rrugtimi 4 vjeçar, ngjitjeje lart drejt majës ku ndodhet Shqipëria e Europës Bashkuar. Dhe unë nuk besoj tek rastësitë. Unë besoj se nuk ka rastësi në faktin që ne sot jemi këtu në 9 maj, në ditën e Europës, për të thënë fjalën e fundit të këtij rrugtimi dhe pastaj për të shkuar së bashku me shumicën ndërmuese të shqiptarëve, shumicën më të madhe ndonjëherë të shqiptarëve në kutitë e votimit dhe për të firmosur aty me njëri tjetrin marrëveshjen tonë të madhe për Shqipërinë Europiane, për Shqipërinë në Bashkimin Europian. Kur ju më zgjodhët për t'ju udhëhequr këtu dhe plot 2 dekada më parë, ajo ma ishte pa arritshme me sy për shqiptarët, ndërkohë që ne socialistët ishim shëmbur për tokë. Rruga jonë për të fituar zemrat dhe mendjet e Shqipërisë nisi nga një mjegull e ftohtë e një disfate të rëndë. Na kërkoi kohë, energji, mund të madh dhe mbi të gjitha karakter të pathyeshëm edhe përballë thyrjeve më të forta. Në ndërkohë Tirana u bë kështjella jonë. Ne projektonim, ndërtonim, transformonim pa pushim qytetin duke hasur në çdo hap vrasësinë e ignorancës armiqësore të kundërshtarëve tanë politik. Çfarë nuk bën dhe çfarë nuk na bën derisa e morën dhe Tiranën me pahirin e një grabitje të pabesueshme, pasi u bën të tërë bashk, me kuq, me maç e me minj. Ajo përmbysje fitore sonë epike me 10 votat, që na dhanë një gëzim sa të jashtëzakonshëm, aq edhe të përkohshëm, ishte në fakt testi më i vështirë i karakterit që ne farktuam hap pas hapi. Dhe ai rrëzim poshtrues ishte sprova e fundit përpara ngjitjes së pandalshme lart të Partisë Socialiste të Shqipërisë. 2 vjet pas atij poshtrimi, bashkësia jonë, familja jonë e madhe, e rimori qendrën e skenës politike shqiptare, ku jemi kthyer në fuqinë e pandalshme të rilindjes Shqipërisë dhe ku do të qëndrojmë më të fortë se kur më parë, pas fitores historike të dielën më 11 maj të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Asgjë, asnjëherë nuk ka qenë lehtë për mua dhe për ju. Dhe ajo që kundërshtarët tanë nuk kanë për ta kuptuar kurrë, është se kur nuk do të na mundin dot, por nuk e kuptuan pse ne i mundim çdo herë
e më thellë. Ata thonë se ne nuk mundemi dot me vota. Dhe unë jam shumë dakord me ta në këtë pikë. Sepse të marrësh më shumë vota se sa ne, duhet jesh më i mirë se sa ne. Por dihet, ne nuk jemi më të mirët, por më të mirë se ne, më të mirë se ne, kështu, si po shkojnë të punë, kam frikë se duhet presim të dalin nga materniteti, se në sheshe dhe në rrugët e Shqipërisë, aha, haroje. Edhe ata që me demek janë prurje të reja, i keni parë, nuk ngjajnë me ne, ngjajnë me kundërshtarët tanë ka hershëm. Dava humsash, janë largë me ne, janë largë e më largë, shumë largë, ndërkohë që ne, edhe aritmetikisht, do të ngjitemi përsëri më lartë, më e pakta 78 mandate. Ky është blof, ky është truk, kjo është propagandë, thanë disa duke komentuar memorandumin e Kuqit. Dhe pyetja ime është, po pse nuk qënë ka e vërtet, apo të paktën në mos e vërtet, pse nuk qënë nga e mundshme? Ne kemi sot 74 mandate, apo jo? A di kush ma thot ku? Në cilin qark? Pse? Ne do ta humbim njërin nga këto 74 mandate. Në Kukës, në mos e marshim dhe një tjetër, ndukan si na e marrin ato një që kemi. Apo jo? Se nuk e lejon aritmetika është problemi. Aritmetika që unë kam mësuar në liceun artistik, jo ajo 7x7, 6 milion, apo ajo 50.000 ranë në 60.000. Në Shkodër kemi 3 mandate nga 11 që ka Shkodra. Më pak nuk ka ku të shkoj. Pse do humbim dhe i tjetër? Apo mos vallë kryetari i bashkisë antikomunisti lëkur gri Bardh Hardhuca, ai që mundi Benet Becin 2 vjet më parë, po e transformon Shkodrën nga një vend plerash, ferrash dhe plurash të mbledhura në 3 dekada qeverisje të Partisë Socialiste për Shkodrën, në një vend të denjë për vizionin europian të demokratëve dhe për statusin e kryeqytetit veriut. Pra, unë them se me çfarë kemi bërë ne 2 vjet për Shkodrën bashkë me Benetin, është fare normale që të pretendojmë minimum 1 mandat plus. Edhe pse të gjitha sondazhet thonë 2. Mbajini në qikë në mund. 1 plus. Vazhdojmë në Lezhë, kemi 3 mandate nga 7. Që ta humbim në një tjetër, duhet që Lezhë të dielën të gdhijet me bindjen se ndryshimet e mëdha në Lezhë, rilindja e Laçit pas tërmetit, janë merite vjershtorit personal të bufit të Knetës, kryebashkiakut Faqekuq Kameleon Gjekmarkaj. Kjo zor të ndodhë, po më e mundur është të ndodhë që Kameleon vjershtori ta humb një mandat dhe ta marrim ne. Megjithatë nuk e llogarisë këtë minimumi, ta shohim. Në Durrës kemi 8 mandate dhe mund të humbim një vetëm nëse njerëzit tani në fund do kuptojnë se fuqia e vërtetë e ndryshimit Durrësit është kryebashkiaku Dylli Verdh Oerd Gjinkallla, i cili ka kthyer Durrësin në kantier nga të 4 anët, me mbështetjen e veçantë të Shqupit dhe nën kujdesin e atit të tij shpirtëror, bufit të Knetës. Shkurt
8 mandate në Durrës janë një mur që nuk I lëviz dot as topi, ndërkohë që tulla e 6 e Kënetës është duke rënë. Ta shohim. Mandati I 9 I Elbasanit na shpëtoi për një fije para 4 vjetësh. Prandaj nëse zgjedhësit atje nuk do ta marrin vesh deri dielën që edhe Formula 1-shin do ta sjellë në Elbasan, pasardhësi Luciano Fake Pavarotit, Ludovic Bej Alizoti, atëherë edhe një plus në Elbasan hyn pa asnjë zor tek minimumi hyn I 11 majit. U bën 2. Në njëjtët e Fieri, ku nëse fierakët nuk do ja dinë për nder Kënetës, që I shpëtoi nga kanceri I gjanicës, gazi I botës atje nuk ka asnjë shans ta ndaloj mandatin e 10 që të kthehet në shtëpinë tonë. U bën 3, apo jo? Në Berat, Korçë, Gjirokastër nuk I lëviz topi mandatet tona. Në Vlorë jo, ku mund të ta marrin të 9-in, po prap I 9 I Vlorës nuk hyn tek minimumi, se minimumet tona janë llogari 100% sigurta, siç ishte 74 në zgjedhjet e kaluara, që rezultoi fiks minimumi I llogaritur. Prandaj, të 4-in plus, që na çon në 78 minimumi, ne do ta marrim në Dibër. Ku gra, vajza, burrat dhe djemtë e Dibrës do të bëhen për herë të parë në një palëzjedhje politike shumicë shumë bindse për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Tani, disa qyryk nga ata të berberhaneve mediatike, ku të vërtetat rruen dhe qethen sipas orekseve, interesave dhe trurit tyre të dhjamur, siç do quhen dhe Majakovski, thonë Rama I bën llogarit me votat që blen, sepse sipas tyre këtu s'ka zgjedhje për sa kohë fiton PS-ja e Ramës. Por ju, unë, të gjithë ne, njerëzit e pararojës së kësaj armate të pandalshme elektorale dhe zëdhënësit e kësaj fuqie të pak konkurrueshme qeverisëse, e dim shumë mirë se ne nuk na ka mundur, nuk na mund dhe nuk do të na mund dot askush, për sa kohë do të sigurohemi të kemi me vete vizionin më modern dhe ambicien më të madhe për Shqipërinë, forcën më të madhe udhëheqëse dhe eksperiencën më të madhe qeverisëse, vendosmërinë më të madhe për ndryshim dhe nevojën më të pandashme për vetë ndryshim, ne jemi barësit e palëkundur të shpirtit evropian të Shqipërisë në jetën politike shqiptare. Dhe për sa kohë ne do mbetemi të tillë, asgjë dhe askush nuk do ta ndalë dot ngjitjen tonë me Shqipërinë në krah në Bashkimin Evropian. Disa thonë që unë kam lidhur me fat për kundërshtarët që kam, se për ndryshe do kisha ikur me kohë. Disa tjerë thonë se ndryshimin epokal që ne kemi sjellë në Shqipëri, e cila sot mund të krahasohet me 12 vjet më parë, po aq sa që mund të krahasohet dita me natën, e ka sjellë koha. Por ajo që as të parët dhe as të dytët nuk duan ta kuptojnë, është se koha sjell njerëzit. Dhe njerëzit bëjnë ndryshimin, për mirë ose për keq. Nuk e ka sjell koha ndryshimin që ne kemi sjell dhe do të sjellim deri në fund, duke ulur Shqipërinë si zonjë në sallonin e zotërve të shtëpisë të Evropës Bashkuar. Koha na ka sjell ne, dhe ne I kemi dhënë kohës ngjyrat e flamurit ton kombëtar. Koha na ka sjell ne, dhe ne I kemi dhënë kohës zërin e nevojës shqiptare për dinjitet të pacënueshëm dhe identitet të pamohueshëm evropian. Koha na ka sjell ne, dhe ne I kemi dhënë kohës krahët e etjes për drejtësi dhe shtetbërje evropiane.
koha na ka sjell ne. Dhe ne I kemi dhënë kohës duart e kujdesit për barazi gjinore dhe për mbrojtje shoqërore. Koha na ka sjell ne. Dhe ne I kemi dhënë kohës këmbët për të ngjitur nga një lartësi në një tjetër dhe krenarin e të qenit shqiptar dhe bij shqiptarësh, duke qëndruar drejt në skenën ndërkombëtare si të barabartë mes barabartësh që japin besim dhe respekt dhe pretendojnë në këmbim besim dhe respekt. Ta mendosh sot Shqipërinë pa ne. Partinë Socialiste të Shqipërisë në krye të punëve të saj të mëdha dhe të përpjekjes son për të ngjitur në majën 2030 është njësoj si ta mendosh Shqipërinë me flamurin ngjyrë kënete. Është njësoj si ta dëgjosh zërin e vendit me shkëputjet e fillit të një plaku të raskapitur mendërisht, të dëshpëruar moralisht dhe të pashpresë politikisht. Është njësoj si të shohësh krahët e drejtësisë të brejtura nga mijët e kënetës. Është njësoj si t'ja presësh këtij shteti këmbët dhe ta rrogullisë përsëri kovë pusi te poshtë. Po Tiranën e lënduar nga ngjarja e fundit, e harrova vallë që nuk e rendita në listën e qarqeve me mandatet e tyre. Nuk e harrova, natyrisht. Po pse atëherë e lash jashtë listës më sipërme? Ndërkohë që brenda nesh debati lidhur me sondazhet, lidhur me të dhënat nga terreni, është se në Tiranë ne do të marrim 1 apo 2+, duke shkuar nga 18 në 20. Nuk e harrova, por e lash veç, sepse Tirana ha buk veç. Është jo vetëm kryeqyteti dhe qarku më I madh I Shqipërisë me shumë diferencë nga I dyti, por Tirana është dhe krenaria jonë më e madhe, jo thjesht si qytetar të saj, po si shpëtimtarët dhe transformuesit e saj, që I kemi dhënë këtij qyteti, dikur të mbytur në llumin e kënetës, sharmin e pamohueshëm të Europës. A ju kujtohet ç'a ishte këtu ku jemi mbledhur sot, edhe rrim për qef mbi gjelbrim kënet? A ju kujtohet ç'a ishte nga do hidhje syt në për Tiranë? Kënet. I kam parë zogjt dhe mijët e kënetës të shfaqen gjatë tyre javëve në për ca rrugica të pashtruara, pranë ca kazanëve të mbingarkuar për të lajmëruar ditën e qametit për mua dhe për ju dhe ardhjen e sherbetit për ta dhe për bufin e tyre. Mjerë ky vend për ta. Po unë këtu se kam me ta. Po e kam me të gjitha ata Tironsa dhe Tiranas, me rrënjë të vjetra dhe me degë të reja. Në këtë Amerikën tonë të vogël, ku ka 1001 gjëra për të rregulluar, po ama ka një gjë të madhe për të mos se harruar. Këtë qytet mund ta bëjnë më të mirë vetëm ata që e kthyen në jetë dhe që I dhanë identitet, I dhanë famë, I dhanë dignitet. Do me thënë ne, Partia Socialiste e Shqipërisë dhe askush tjetër. Këtë qytet mund ta bëjnë më të kamur, më të bukur, më solidar me më të dobtit, më të sigurt për më të vegjëlit dhe më krenar për të gjithë. Vetëm ata që ja pastruan baltën nga fytyra, që ja larguan shibanët nga trupi, që e veshën, e zbukuruan, ja shumëfishuan vlerën pa pushim,
pronës së qytetarëve ti dhe shumëfishuan pandalim fuqinë e organizmit ti. Këtë qytet mund ta bëjnë më të mirë vetëm ata që jo vetëm e duan, po dhe e din që është e bukura dhe që është fuqia e të bukurës. Vetëm ata që jo thjesht ndërtojnë shkolla, kopshte, qerdhe, palestra, kënde, lodrash, parqe, lulishte, infrastrukturë, më shumë se tërë të tjerët bashkë në dekada tëra, por që në çdo gjë që ndërtojnë sjellin më shumë Europë në Tiranë dhe në Shqipëri. Tironsa dhe Tiranas, kam një mesazh për ju. Antarësitë dhe simpatitë partijake mbajni për vete, po Tiranën ndajni veç, se Tirana ha buk veç. Mos e ngatroni Tiranën me ngjyrat e partisë, se Tirana është e të gjithëve, e mbi të gjitha e të gjithë fëmijëve të Shqipërisë dhe jo vetëm të Shqipërisë. Po Tirana është e fëmijëve të Kosovës, Tirana është e fëmijëve shqiptar të Maqedonisë, Tirana është e çdo fëmije që fjalën e parë e thot o nan. O Tiranës demokrat, sitcom, të dielën duhet menosh më shumë për Shqipërinë në BE, se sa për rrugicën e pashtruar të fytit të Bari Falliut, apo kazanin e mbigarkuar të Gurmazit të Albana Saliut. Ndërsa Tiranasit lëkundur i them ti ke mlef dhe ke shpoti, që s'gjen dot asnjë shenjë për mbarësi, por duhet mendosh më shumë për pasaportën europiane të familjes tënde se sa partit me gjasme të rinj. Tirana i gjithë duhet mendoj të dielën për blun e Europës dhe kuqezinë e Shqipërisë, jo për llogoret partijake të njëjit dhe tjetrit, apo për bojën e flamujt partisë njënit e të partisë tjetrit, si themi ne katunarët e Tiranës nga Maridajti. Dhe Tirana duhet ma besoj edhe një gjë, që kur ka ardhur dita, që Kamza e arratisur nga Këneta do ta sjellë në pako pjesën e vet për të 19-in, atëherë Tirana s'ka kuptim që mos ta paketojt 20-in, a më kuptoni apo s'më kuptoni. O Tiransa, o Tiranas, a më merrni vesh apo s'më merrni vesh? Duhet ju them se ky rrugtim në për Shqipëri ka qenë i bukur, ka qenë i qetë, pozitiv, nuk ka pasur ndotje të mëdha akustike apo pamore përveç atyre grumbujve me leshteri këtë Kënetës në përshtetjet e qyteteve, apo grushtave dhe shqelmave madhështore të tyre me zveti. Mua për shembull, ato grumbujt e Kënetës me hoqet mallin e lulit, ju kujtohet luli në 2017 kur përhapte dritën e Republikës së Re. Këtë herë në vend të shokut tim me pantallona verore ngjyrë bezh, si këngëtar në përvjetoret e maturës, ishte bufi me kapelen e Donald Trumpit, i kërrusur dhe i rrudhur si ai shtrigani i koncertit në vitin 36, me Latifin, që kishte ardhur të përhapte tymin madhështor të magjisë që do na shkatronte të gjithë dhe ne, e sot ne s'do ishim këtu fare, dhe me syun e qimit të qunit për lajmin madhështor që do ta bënte Oqeani Atlantik kos. Por tani më fushata mbaroi dhe në fush do të hyjë sovrani, populli me votën e tij. Vazhdimin e dim, bufi
do ta falenderoj popullin për fitoren në mbrëmjen e të dielës. Pastaj do ta alarmoj për vjedhjen e votave drekën e të hënës dhe do ta thras në revolucion pa kthim mëngjesin e të martës. Latifi do iki, andej nga erdhi. Natyrisht do t'iki më i pasur se sa erdhi. Se në atë grumbull mbetje është pariciklueshme, ai ishte i vetmi rrotësame kur thon kosovarët. Dhe do të harrohet edhe Latifi njësoj si kapelja trampiste, që ja rrasi bufit në kokë, duke e bërë edhe më qesharak se vetë Kim Mjekër Postiqja, i cili do të bjerë në dilemën madhështore, ta ruaj apo mos ta ruaj. Ndërsa ne, Partia Socialiste e Shqipërisë, do të marrim mandatin e 4, me të paktën 78 mandate. Dhe nuk do të humbim asnjë ditë për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Nuk do të humbim asnjë ditë për Shqipërinë me një prodhim të brendshëm që do çojmë në 35 miliard euro në vitin 2030. Për Shqipërinë me pagën mesatare të paktën 1.000 euro nga 848 që e kemi sot dhe me pensionin minimal 200 euro. Për Shqipërinë turistike me investime shëmbullore nivelit lartë nga veriu në jug që do ta bëjnë vendin tonë një sy të kaltër në mes të mesdheut që të gjithë do duan ta shohin dhe nga i cili të tërë do duan të shihen, mbajni mend fjalët e mia. Dhe me Tiranën, platformë me një koleksioni spektakolar të arkitekturës moderne. Për Shqipërinë me një industri të rilindur ushtarake dhe një industri të zhvilluar agro-ushqimore. Për Shqipërinë me një nivel ende më të lartë sigurie dhe rrugë kombëtare, qytetet mëdha, e shkollat mbuluara të tëra me sistem kamerash inteligjente. Për Shqipërinë me një qendër shëndetësore rajonale ekselence në kompleksin e QSUT-s dhe me një spital të gjeneratës fundit në zonën e Durrësit. Për Shqipërinë me një universitet evropian mjekësie dhe me një nivel të ri mbrojtje të mjedisit dhe administrimit mbetjeve. Për Shqipërinë me shërbime ende më moderne online, me një arsim ende më të zhvilluar digital, me parqe të zhvilluara digjitale dhe me një ekosistem shumë më të gjerë digital. Për Shqipërinë me korridorin blu dhe me korridorin e 8 në operim, me portin e madh tregtar të Durrësit në operim, me portet turistike në operim, me të 4 aeroportet në operim dhe me kurudhat në kantier. Dhe po ndalem pa e thënë krejt listën e pafundme të punëve që nuk janë program elektoral, por janë planet tona të qeverisjes së çdo sektori, sepse do të nduhet një natë e tërë, ndërkohë që duhet ta përmbyll këtë pjesë me punën e të gjitha punëve. Për Shqipërinë që do të mbyll negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian brenda 2027-s. Të gjitha të tjerat, ato që thash apo ato që s'thash, janë detyra. Ndërsa ky i Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade është misioni ynë kombëtar. Është fati evropian i Shqipërisë që ka ardhur në dorën tonë. Dhe ju thash, unë nuk besoj tek rastësit, unë besoj që fati evropian ka ardhur në dorën tonë dhe dora jonë është në fletën e votimit për ta mbajtur fatin në dorë dhe për të vendosur për fatin me duart tona më në fund. Dora me 5 gishtat ka brenda mundësinë e një vote krenare, për një Shqipëri krenare në familjen evropiane, për një Shqipëri të re, në një histori të re, për një Shqipëri që ngrihet në lartësinë e ëndrave dhe shpresave të fëmijëve të saj, për një Shqipëri drejt finishit të një rrugtimi të gjatë
sa vetë ekzistenca e shqiptarve në zemër të Europës. Për një Shqipëri ku barazia e ligjit kthehet në ligjësi e bashkëjetesës mes shqiptarve dhe ku përkatësia europiane nuk është vetëm mes zakon, po dhe me ligj, nuk është vetëm në fletët e historisë, po dhe në fletët e pasaportës europiane të çdo fëmije të Shqipërisë. Tiranë e madhe dhe e bukur, mos u mendo më, po bëu të dielën lokomotiva e fuqishme e këtij misioni. Për ty, për ne, për Shqipërinë, dhe nxirr nga dora jote 20 mandate për majën e 2030-s në Bashkimin Evropian. Rrof Partia Socialiste e Shqipërisë. Rrofshi të gjithë ju që erdhët këtu, dëgjuat, duruat, qëndruat, ju jam shumë mirënjohës. Dhe rrofshin të gjithë socialistët, progresistët, gratë, vajzat, burrat, djemt e kësaj familje të madhe, që nuk është partia më e madhe e Shqipërisë, është forca më e madhe e shqiptarëve. Dhe në fund, qofshin të bekuar të gjithë fëmijët e Tiranës dhe fëmijët e Shqipërisë, të prindërve me të gjitha bindjet politike, dhe qofshin prindrit e tyre të vetëdijshëm se 11 maj është në radhë parë i fëmijëve të tyre. Shumë faleminderit. E bëna jo, e bëna ta, e bëna ju, e bëna tos, muna lidhje me zinxhira, sistemi politika, jemi zoni i një populli, nuk është romi nga Afrika. Ne